Unë do ju demonstroja 2 teknika njerëzve, dhe aq më tepër, këtyre me qenë se përmendëm ankthin dhe stresin. Domethënë, këto 2 teknika kanë një efekt pozitiv, domethënë direkt tek njerëzit që vuajnë nga këto simptoma. Po përtej kësaj, në radhë parë njerë nuk duhet bëhen në ambiente të mbyllura ku ka air kondicioner dhe ajri është jo i pastër. Këto 2 teknika bëhen në natyrë, është idealja, dhe sidomos njerëzit që janë në det. Kur jenë në det. Please, mos mendoni, unë jam totalisht kundra të konsumoni ujë pije me akull. Totalisht kundra. Nuk duhet flas efektet asore dhe se me qenë se s'kemi dhe shumë kohë. Më janë shumë gjëra. Parazit janë shumë gjëra, por le të shkojmë çik te kjo gjë. Doni të hidratoni trupin tuaj. Teknika e parë është rrotullimi i gjuhës në tub. Jo të gjithë e bëjnë këtë bëna, diti që ka njerëz që dhe se bëjnë do? Edhe unë e bëj, po e bëj unë për ju dy. Pra, kjo është genetikisht e lindur, këtë nuk e bën dot, rrotullimin e gjuhës. Por, është kjo teknika e dytë që të tërë e bëjnë, që është ajo, zgërdhiu një qik, e ti bën këtë. Pra ti bën një muskulaturë dhe faqeve, dhe bën këtë frymarrjen me dhëmbë. Po kujdes, nëse ka një njeri që ka telat tek dhëmbët, nuk duhet ta bëj, sepse është aq e ftohtë sa që telat ftohen dhe të japin një mpirje në kokë. Pra teknika është kjo, merret frym me gojë dhe nxirret me hund në këtë lloj forme. A merr përmes gojës dhe dhëmbëve që e ndjen të ftohtë ajrin e freskët të dhëmbëve. Dhe nxjerr me hund. Kjo si teknik është fantastike për ato që kanë misha të dhëmbëve të dobët. Bëj edhe një herë ta shohim. Okej, është kjo këtu. Dhe nxjerr me unë të frymarrjen. Dhe direkt. Po frymarrja nëse i vëre fillon nga barku, krahërori e tërë, okay? Dhe brenda pak përsëritjeve do fillojnë të ndjejnë dhëmbët që mpihen, mishat e dhëmbëve thahen. Ajo çka është më e fortë pastaj është kjo që ju demonstrova me gjuhë. Njerëzit që pinë cigare, njerëzit që konsumojnë lëndë tjera, apo në përgjithësi rekomandohen shumë pak përsëritje, sepse do japi direkt marrje mendësh nga niveli nikotinave që kanë, domethënë tek pjesa e gjuhës. Gjuha është organi i parë që akumulon të tëra toksina, lëndët që ne konsumojmë. Bakterie, po.